çka po I shqetëson njerëzit më shumë? Një ndër sfidat më të mëdha me cilat po ballafaqohen njerëzit janë problemet e natyrës psikologjike si stresi, depresioni, mendimet negative apo ndonjë frikë e pashpjegueshme. Faktikisht një gjendje e tillë përveç që na destabilizon zemrën dhe mendjen, njëkohësisht na humb edhe interesimin por edhe shijen e jetës. Kjo ka dyshim që është një sprovë prej Zotit, nga se ka thënë në Kur'anin famëlar: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf", dhe do t'ju sprovojmë me ndonjë frikë. Çështja që është për diskutim, a thu vallë pse Zoti na sprovon? Zoti na sprovon që ne ta ndjejmë nevojën për të dhe ta fuqizojmë raportin me të. Por cila është zgjidhja? Cila është ilaçi? E para çështje është të mbështetemi Allahut fuqiplot, me bindje se çdo gjë që ndodh me lejen e Tij dhe se Zoti asnjëherë nuk e humb robin e Tij zemërmirë. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh", kush I mbështetet Allahut, ai I mjafton atij. Çështja e dytë, falja e 5 namazeve ditore, nga se ka thënë Zoti në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah", o ju besimtar, kërkoni ndihmë për vetveten tuaj nëpërmjet durimit dhe namazit. Në fakt, kjo është një borxh që ja kemi Zotit, që kryerja e saj nuk duhet të diskutohet. Çështja e tretë është përmendja e Allahut, apo siç njihet ndrysh dhikri I mëngjesit, dhikri I mbrëmjes dhe dhikri para xhumit, nga se ka thënë Zoti në Kur'an: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub", me të vërtetë me të përmendurit të Allahut zemrat qetësohen, stabilizohen. Dhe e katërta, që kohën e lirë mos ta kalojmë kot, por të kemi aktivitete gjatë ditës, cilat nuk e lejojnë mendjen që të ketë vezvese, që të ketë dyshime apo që të ketë frikë, aktivitete që mund të jenë të natyrave të ndryshme, qoftë shëtitje, qoftë aktivitete sportive, gjëra të cilat na largojnë nga monotonia. Nëse këto 4 pika I zbatojmë mirë, kjo është një garancë e mirë për fuqizimin e raporteve me Zotin, por edhe një qetësie mendore e shpirtërore që na shërben jetë.